Era e dimrit futej ngadalë në dhomën e madhe të shtëpisë së familjes Marku, duke përhapur një ndjesë ftohtësie, që nuk vinte vetëm nga dritaret e papastra. Në një cep, pranë sobës së vjetër që kumbonte me zhurmën e drurit që digjej, ulur në një karrige me krah, qëndronte vjehra, zonja Hana, një grua e moshës së tretë, e cila pas një sëmundjeje të gjatë kishte humbur shumë nga fuqia dhe lëvishmëria. Sytë e saj ishin të lodhur, fytyra e rudhur dhe e njohur nga lotët e padukshëm të viteve. Ajo nuk mund të lëvizte pa ndihmën e të tjerëve, dhe ndihma e saj më e madhe, atëherë, do të duhej të vinte nga nusja e re, Liria, gruaja e djalit të saj të vetëm, Arditi. Por Liria, e cila sapo kishte hyrë në këtë shtëpi, ndjente një peshë të rëndë që nuk vinte vetëm nga përgjegjësitë e shtëpisë, por edhe nga tradita, paragjykimet dhe ndjenja e humbjes së lirisë personale. Ajo nuk kishte qenë kur vajzë që ndëronte të kalonte ditët, duke u përkujdesur për një të moshuar të cilës, në thelb, i duke e huaj dhe e imponuar. Për më tepër, marrëdhënia me vjehrën nuk kishte nisur mirë, që nga dita e parë, tensioni midis tyre ishte i dukshëm. Vjehra Hana, një grua e fortë dhe autoritare, kishte pritur nga nusja e saj respekt dhe përkushtim të plot. Liria, nga ana tjetër, ndjente një reagim të fortë kundërshtues. Ajo nuk e shihte do të ndihmonte dikë që, sipas mendimit të saj, nuk e kishte mirëpritur kur ishte e re dhe e pafuqishme për të mbrojtur nga vështrimi i kritikuar i vjerës. Dhe kështu kalonin ditët. Liria shmangte çdo afrim, çdo ndihmë të mundshme, dhe shpesh, kur Hana kërkonte gjëra të thjeshta, një gotë ujë, një batanie apo ndihmë për të lëvizur, nusja e përgjigjej me vonesë, ose ndonjëherë në mënyrë të ftohtë. Ajo e shikonte këtë detyrë si një pengesë për jetën e saj, një robëri që nuk kishte zgjedhur. Por fati kishte vendosur që ajo të përballej me realitetin më herët se sa priste. Një mëngjes të acar dimri, Hana ra në dysheme, ndërsa përpiqej të ecte për të marrë një batanie. Ulërimat e saj për ndihmë thyen heshtjen e shtëpisë. Arditi, djali i saj, i shokuar, vrapoi menjëherë për të ndihmuar, por Liria ishte e vetmja pranë. Një ndjenjë paniku pushtoi trupin e saj. Në atë moment, ajo kuptoi se refuzimi i ndihmës nuk mund të kishte pasur më shumë ndikim se sa këtë incident. Ajo e ndihmoi Hanan të ngrihej, me duar që dridheshin nga frika dhe ndjenja e faj. Por më shumë se gjithçka, diçka brenda saj u thye. Ishte një ndjenjë e papritur, e pazakontë. Ndjesia e përgjegjësisë, e lidhjes njerëzore që nuk mund të shmangej, pavarësisht urrëties ose krenarisë. Kështu nisi dita kur gjithçka ndryshoi. Liria, për herë të parë, u përball me pasojat reale të indiferencës së saj. Ajo filloi të kuptonte se vjehra, me gjitha shpërsinë dhe arrogancën e fillimit, ishte një grua që kishte nevojë për kujdes dhe dashuri, dhe që vetë kishte dhënë gjithçka për familjen. Përballja me vetvetenditët pas rënies së Hanas, Liria filloi të ndjente një tension të brendshëm që nuk e kishte përjetuar më parë. Në çdo zgjim, në çdo hap në shtëpi, ajo përballej me faktin se mosdihma e saj kishte qenë e padrejtë, dhe kjo e bënte të ndihej e vogël, e paaft, dhe e dhunuar nga vetja. Në fillim, ajo përpiqej të shmangte çdo kontakt me vjerë. Por Hana, ndryshe nga pritshmëritë e Lirijës, nuk tregonte urryer. Ajo nuk e fajsonte drejt për drejt, por shikimi i saj i dëmshëm, shpesh i heshtur, fliste më shumë se fjalët. Një mëngjes, kur Liria po pastronte dhomën e Hanas, grua e moshuar tha me një zë të qetë: "Liria, nuk dua që kjo shtëpi të bëhet vend konflikti. Nuk dua urrëtie, as faj, dua vetëm që të jemi të ndihmuara njëra tjetrën." Fjalët e saj ishin të thjeshta, por goditën Liriën si rufe. Për herë të parë, ajo ndjeu se kjo nuk ishte thjesht detyrë ose pengesë. Ishte një mundësi për të bërë diçka të drejtë, për të shprehur kujdes dhe respekt, pavarësisht ndjenjave të saj të fillimit. Ditët kalonin dhe Liria filloi të merrte iniciativë. Ajo mësua të ushente Hanan, të ndihmonte në lëvizje dhe të dëgjonte historitë e saj të së kaluarës. Çdo histori ishte një mësim, një kujtim i sakrificave që Hana kishte bërë për familjen. Dhe me çdo fjalë të dëgjuar, Liria ndjente që zemra e saj po butësohej, duke i dhënë vend për ndjeshmëri dhe falje. Një pasdite, kur bora ra jashtë dhe drita e diellit përhapej me ngadalë në dhomën e madhe, Hana e shikoi Lirien dhe tha: "Nuk e di pse ishe kaq larg me mua, ndoshta për shkak të zemrës tënde të re, por po të them, çdo gjë që bën tani ka rëndësi më shumë se çdo gjë tjetër që ke bërë ose ke menduar." Këto fjalë nuk ishin vetëm një urim. Ato ishin një thirrje për lidhje, për falje dhe për fillim të ri. Dhe Liria, duke parë sytë e Hanas, kuptoi se dashuria dhe kujdesi mund të lindin nga më e papritur, dhe shpesh nga detyrimi fillestar, që më pas ndërohet në diçka më të thellë dhe më të vërtetë. Ditët kalonin ngadalë në shtëpinë e familjes Marku. Liria, ndonse fillimisht e lodhur dhe me rezerva, po mësonte të organizonte çdo detaj të kujdesit për vjerë. Ajo mblidhte ilaçet sipas orarit, ndihmonte në zhvendosje dhe kujdesej që Hana të ushehej rregullisht. Megjithatë,
çdo përpjekje e saj vinte me një tension të brendshëm. Shpesh ndjente se po humbte vetveten në këtë rol që nuk kishte zgjedhur, dhe që ishte më shumë detyrim se sa dëshirë. Një mëngjes të ftohtë, Liria gjeti Hanan ulur pranë dritares, duke shikuar borën që binte jashtë. Heshtja e saj ishte rëndë, por fytyra tregonte diçka që Liria nuk e kishte vënë re më parë. Një farë brishtësie të papërshkrueshme, një lloj humbjeje që vinte nga vetmia dhe sëmundja. Liria, tha Hana me një zë të dridhur, kur të shoh të kujdesesh kaq shumë për mua, ndjej se ndoshta gjithçka nuk ka qenë e humbur. Por të paktën tani është vonë për të kërkuar falje për ato vite të para. Fjalët e saj preknin Lirien thellë. Ajo kuptoi se falja nuk ishte vetëm për vjehrën, por edhe për të vetën. Për herë të parë, ndjeu një liri të çuditshme. Mund të vendoste të donte dik pa pritshmëri, pa paragjykim, vetëm për atë që ishte momenti i tanishëm. Megjithatë, lidhja e tyre nuk ishte ende e plot. Një tjetër sfidë e madhe po vinte. Hana kishte nevojë për një operacion të vogël, një ndërhyrje që do të kërkonte kujdes maksimal, dhe praninë e dikujt që mund të merrej me çdo detaj. Liria u trem. Ajo nuk ishte e sigurt në aftësitë e saj për të përballuar përgjegjësinë totale, por nuk kishte ku të ikte. Nuk e di nëse mund ta bëj, i tha Arditit një mbrëmje, ndërsa ai përpiqej të qetësonte. Kam frikë, çfarë nëse diçka shkon keq? Liria, tha Arditi me seriozitet, nuk mund ta lëm nënën time vetëm. Ti ke provuar që mundesh të kujdesesh, dhe kjo është më shumë se mjaftueshëm. Vetëm besimi në veten tënde do ta bëj këtë të kaloj. Dita e operacionit erdhi me një tension të padurueshëm. Liria qëndroi pranë Hanas gjatë gjithë kohës, duke mbajtur dorën e saj, duke i folur dhe duke e siguruar se gjithçka do të shkonte mirë. Pas disa orësh, kur mjeku doli dhe tha se gjithçka kishte shkuar sipas planit, një lehtësim i madh pushtoi shpirtin e Lirisë. Ajo kishte përballuar sfidën më të madhe deri tani, dhe kjo e bëri të ndjehej më e fortë dhe më e lidhur me vjerën se kur më parë. Ditët pas operacionit ishin të vështira, por gjithçka ndryshoi gradualisht. Liria filloi të kuptonte zakonet e Hanas, të njoh preferencat e saj, dhe ndjenja e detyrës u kthye në diçka më të butë, dashuri dhe respekt të sinqert. Hana filloi të fliste më hapur për të kaluarën e saj, për fëmijërinë e vështirë, për djalin dhe dashurinë që kishte dhënë gjatë gjithë jetës. Liria dëgjonte dhe ndjente se çdo rrëfim shkunte thellë zemrën e saj. Një pasdite, ndërsa Liria i afroi Hanas me një filxhan çaji, Hana e ndaloi dhe i tha: "Liria, e di që fillimisht nuk më doje, dhe ndoshta ishte e natyrshme, por tani shoh tek ti një vajzë që më do, jo për detyrim, jo për respekt të imponuar, por nga zemra. Dhe për këtë, të fal edhe për veten time, sepse nuk kam qenë gjithmonë e durueshme me ty." Liria u ndje e tronditur. Ajo kuptoi se falja nuk është vetëm për të tjerët, por edhe për vetveten, për të çliruar zemrën nga çdo paragjykim, çdo urrëtie, çdo keqkuptim. Ajo i afrohet Hanas dhe e përqafon, dhe për herë të parë ndjen një lidhje të thellë, të sinqertë, një farë harmonie që nuk e kishte ndjerë më parë. Kjo përqafim nuk ishte vetëm simbolik. Ishte fillimi i një marrëdhënie të re, ku dashuria dhe respekti nuk ishin imponuar, por lindën nga përvoja, nga vështirësitë dhe nga sfidat që kishin kaluar së bashku. Liria kuptoi se shtëpia nuk ishte vetëm një vend, por një hapësirë ku zemrat mund të lidhen, pavarësisht krenive dhe paragjykimeve të fillimit. Ditët kalonin me ritëm të qetë, por çdo moment ishte i mbushur me kujdes dhe përkujdesje. Liria kishte marrë një përgjegjësi të madhe, por tashmë nuk ndjente lodhje ose detyrim. Ajo kishte kuptuar se çdo gjest i vogël për Hanan ishte një mundësi për të krijuar lidhje, respekt dhe dashuri të sinqertë. Një pasdite, ndërsa shikonte jashtë dritares borën që pushtonte oborin, Hana foli papritur për një gjë që e kishte shqetësuar prej kohësh. "Liria," tha ajo me një zë të butë, "di që të kam bërë të ndihesh e padëshiruar këtu, dhe ndoshta pjesërisht të kam penguar të ndihmosh ose të ndihesh e lirë. Por tani shoh tek ti një zemër të hapur, që më don pa paragjykime. Dua që të dish të fal për çdo urrëtie të ndjer nga fillimi." Liria ndjeu një ngrohtësi që i shpërtheu brenda. Ajo e kuptoi se falja e vjerës nuk ishte thjesht një akt i thjeshtë, por një hap i madh emocional, një çlirim i të dyve nga vitet e tensionit dhe mosmarrveshjeve. Ajo ju afrua dhe e përqafoi fort Hanan. Ishte një përqafim që tregonte më shumë se fjalët, pajtimin, dashurinë dhe pranimin e ndërsjellë. Por sfida nuk kishte mbaruar plotësisht. Arditi, djali i tyre, vëzhgonte këtë transformim me një ndjenjë të thellë gëzimi, por edhe shqetësimi. Ai e dinte se lidhja e nusës dhe nënës së tij nuk ishte e thjeshtë dhe kërkonte durim të vazhdueshëm. "Më falni që nuk ju kam kuptuar më parë," tha Liria një ditë, duke qëndruar pranë shtratit të Hanas. "Nuk e kuptoja sa e rëndësishme ishte për ty dhe sa shumë më kishte nevojë familja." Hana e shikoi me butësi. "Të fal për gjithçka që ndjeva, për çdo fjalë të thënë me nerva ose ashpërsi. Nuk është e lehtë të përballesh me një person të ri që sapo ka hyrë në familje
dhe të vendosësh lidhje me të. Por tani e pjesë e kësaj shtëpie. Jo vetëm si nusja e djalit tim, por si një pjesë e familjes që ka dashuri për të gjithë. Ky moment ishte kulmi i historisë. Liria kuptoi se dashuria dhe respekti nuk lindin vetëm nga afeksioni i dhënë, por edhe nga sfidat që përballohen së bashku. Ajo ndjeu një lehtësim të madh në shpirtin e saj, një ndjesë të çlirimit dhe paqeje. Ditët kalonin dhe lidhja e tyre u bë më e fortë. Liria mësoi të kuptojë nevojat emocionale dhe fizike të Hanas, ndërsa Hana filloi të vlerësonte përpjekjet dhe dashurinë e nusës. Çdo përkujdesje e vogël, çdo bisedë, çdo kujtim i ndar bashkonte më shumë zemrat e tyre. Një mbrëmje, ku shtëpia ishte mbushur me dritën e zbetë të llambave, Hana tha: "Liria, dua të them diçka. Nuk ka qenë lehtë për ne të fillojmë nga e para, por tani, kur të shikoj, shoh një vajzë që ka marrë vendimet e saj dhe ka zgjedhur të dojë familjen. Edhe pse fillimisht nuk ishte e lehtë. Për këtë, të fal dhe të falenderoj." Liria ndjeu lotët që i rridnin pa e kuptuar. Ajo e kuptoi se falja dhe dashuria nuk janë të njashme. Ato lindin kur të dy palët hapin zemrën dhe pranojnë gabimet dhe dobësitë e njëri tjetrit. Nga ajo ditë e tutje, marrëdhënia e tyre ndryshoi përfundimisht. Nuk kishte më tension, as paragjykime. Çdo veprim i Lirisë, çdo buzëqeshje e Hanas, çdo përkujdesje për njëra tjetrën ishte një dëshmi e fuqisë së dashurisë dhe faljes. Ata kishin kaluar nga një marrëdhënie e ftohtë dhe e detyruar në një lidhje të ngushtë, të ndërtuar mbi respekt, kuptim dhe përkushtim të sinqertë. Në fund, Liria kuptoi diçka thelbësore. Ndonjëherë, ajo që fillon si detyrim, mund të kthehet në dashuri të vërtetë, dhe ajo që duket si pengesë, mund të shndërrohet në mundësi për të mësuar, për të rritur dhe për të falur. Dhe Hana, nga ana tjetër, kuptoi se mirësia dhe durimi mund të sjellin transformim edhe tek zemrat më të ftohta, duke krijuar një familje të fortë dhe të lidhur nga dashuria e ndërsjellë. Pas muajve të vështirë, pas sfidave dhe mësimeve të dhimbshme, shtëpia e familjes Marku kishte ndryshuar në çdo cep. Nuk ishte vetëm një ndryshim fizik, pastrimi, organizimi dhe ngrohtësia që Liria sillte çdo ditë, por një ndryshim emocional, ku dashuria dhe respekti mbizotëronin mbi çdo tension të kaluar. Liria dhe Hana ishin bërë jo vetëm nusja dhe vjehra, por shoqe të ngushta, mbështetje njëra tjetrës dhe dëshmi e fuqisë së faljes dhe durimit. Çdo mëngjes nisnin ditën me një buzëqeshje, dhe çdo mbrëmje përfundonin me biseda të gjata që shpesh përfundonin në të qeshura. Arditi, djali dhe burri i Lirisë, i shikonte me një ndjenjë të thellë kënaqësie. Ai e dinte se marrëdhënia e tyre nuk ishte e thjeshtë dhe kishte kërkuar durim dhe përpjekje të jashtëzakonshme. Por tani, ajo që dikur ishte një shtëpi e tensionuar dhe e ftohtë, ishte bërë një vend ngrohtësie dhe dashurie. Një ditë pranvere, ndërsa dielli përhapej mbi oborrin e mbushur me lule, Liria e shikoi Hanan dhe tha: "Nuk e kisha menduar ndonjëherë se një detyrim i tillë do të më sillte kaq shumë mësime dhe lumturi. Faleminderit që më le të jem pjesë e jetës tënde." Hana e përqafoi dhe i tha me zë të butë: "Nuk ka nevojë të falenderosh, dashuria dhe përkujdesja jote janë më shumë se sa mund të kërkoja ndonjëherë. Tani shtëpia jon është më e plotë, sepse zemrat tona janë të lidhura." Nga ajo ditë e tutje, çdo sfidë që vinte nuk dukej më e rëndë. Liria nuk e shihte më kujdesin si detyrim. Ajo e shihte si mundësi për të dashur dhe për të marrë dashuri në kthim. Hana, nga ana e saj, mësoi se durimi dhe mirëkuptimi mund të zbusin zemrat më të forta dhe të krijojnë lidhje të papritura. Familja e tyre kishte gjetur një ekuilibër të ri: respekt, falje dhe dashuri e sinqertë. Çdo dhomë në shtëpi reflektonte ngrohtësinë dhe lidhjen e ndërsjellë. Çdo gjest i vogël kishte kuptim të madh. Dhe më e rëndësishmja, Liria kishte kuptuar një të vërtetë jetësore. Ndonjëherë, sfidat që duket se na imponohen, janë ato që na mësojnë të duam vërtet dhe të lidhemi me të tjerët. Në fund, shtëpia Marku nuk ishte më një vend ku tensioni dhe paragjykimet sundonin. Ajo ishte bërë një vend ku dashuria, falja dhe respekti ishin themelet e çdo marrëdhënieje. Liria dhe Hana kishin kaluar nga moskuptimi dhe tensioni, tek një lidhje e thellë dhe e përjetshme, që nuk do të thyej nga asnjë sfidë e ardhshme. Dhe kështu, historia e nusës që fillimisht refuzonte të kujdesej për vjerën e semur, u kthye në një tregim frymëzues për transformimin, dashurinë dhe fuqinë e faljes, duke lënë pas çdo peng dhe dhimbje, dhe duke hapur një kapitull të ri, të qetë dhe të lumtur për familjen Marku.